ndërtimi i madh, invazioni i madh urbanistik në shumë mjedise i rrezikon monumentet. Është e pamundur që monumenti të gjeneroj mjete të mjaftueshme ta mirëmbaj veten. Kosova do të krijojë më shumë rrëfime mbi këto lokalitete, ka kala gjithandej Kosovës. Lokalitetet tona arkeologjike do të sigurojnë një infrastrukturë më të mirë, jemi të ja hup rinisë tonë një vedije të madhe mbi trashëgiminë kulturore. Në listën e mbrojtjes së përhershme janë rreth 93, nëse s'jam gabim, asete. Sfidat kryesore pothuajse jo vetëm të Kosovës, po edhe të botës, po sidomos të Kosovës janë ndërtimi i madh, invazioni i madh urbanistik në shumë mjedise i rrezikon monumentet. Duke pas parasysh se ato kanë nevojë ta kenë autonominë e vet ose perimetrin e vet, zonën ku gravitojnë edhe ku gjenden, shpesh edhe ndërtimet, të cilat janë ndërtimet e infrastrukturës, për shembull rrugët, edhe infrastruktura tjetër, e cila edhe në momente të caktuara rrezikon, pastaj mundësia e kufizuar e investimeve në për objekte, në një formë apo tjetër e dëmton procesin e ruajtjes së monumenteve. Si trend botëror është më herët monumentet kanë pas autonominë e vet, e kanë edhe sot, po kanë qenë për kujdese shtetërore, edhe në momente të caktuara apo në disa nga objektet specifike kanë sjell edhe mjete financiare. Mirë, po në kohën moderne sot është e pamundur që monumenti të gjeneroj mjete të mjaftueshme ta mirëmbaj veten. Kjo si trend i përgjithshëm gjithandej është se monumentet edhe jipen në shfrytëzim, për shembull me një partneritet publiko-privat, domthonë institucionet që kanë në përkujdesje i vendosin standardet të cilat duhet të respektohen, e në momente të caktuara, për shembull, disa nga objektet mund të shndrohen edhe në një pikë, për shembull, edhe gastronome, pastaj edhe vizitave turistike të shumta, të cilat futen në guidën turistike, si të tilla dhe gjenerojnë mjete, sepse vizitorët gjenerojnë mjete me rastin e vizitës. E kjo si trend i përgjithshëm tek ne nuk ka arrit ta quajmë atë standardin e mjaftueshëm apo. Po besoj që është jashtëzakonisht e rëndësishme sepse popujt kërkojnë rrënjët e veta gjithmonë. Dhe rrënjët e veta nuk kuptojnë kulturën, jetën, traditat, zakonet e tjerë. Po kur flasim për trashëgimi kulturore, na nuk flasim vetëm për një aspekt të një popullate, mirë po flasim për disa aspekte. Dhe këto disa aspekte, këto shtresime kulturore kanë ndiku dhe kanë kriju ata që na sot e cilësojmë si popull jon ose popull tjerë, pra popujt tanë, popujt e sotëm kanë vlerat e tyre bartën edhe lidhen edhe me vlerat e të së kaluarës. Prandaj unë mendoj që secili popull dhe revolucionet e mëdha kombëtare të popujve të ndryshëm kur janë bë, dhe krijimi i popujve dhe shteteve lidhen me historinë e atyre vendeve. Tu fillu për historisë e lashtësisë deri tek historia ma moderne. Ne kemi pasur që popujt kanë nevojë për heronjtë e tyre, kanë nevojë për figurat e tyre kombëtare, dhe ose rilindja kombëtare shqiptare kur ka me rikthimin e Skënderbeut në skenë e ka ringjallat dëshirën për luftë kundër pushtuesve dhe për krijimin e popullit dhe shtetit shqiptar. Prandaj të gjithë faktorët lidhen me trashëgimin. Prandaj trashëgimia është e rëndësishme. Unë mendoj që këtu përputhen jashtëzakonisht shumë me njëra tjetrën dhe në rastin e Kosovës një nga fushat ku ne mund më së miri të lidhim trashëgimin kulturor me turizmin është pikërisht ky turizmi kulturor apo turizmi arkeologjik. Ne këto vitet e fundit në Ulpian kemi bën një numër të madh të ngërmimeve dhe kemi arrit me pa këtë lidhjen mes trashëgimisë kulturore dhe turizmit kulturor dhe turizmit në përgjithësi. Zbulimet e reja kanë ndikuar që me pasi numër të madh të turistëve të cilët vinë vizitojnë lokalitetet. Unë mendoj që Kosova, institucionet tona
kanë hapësirë me punu në kuptimin e asaj që lokalitetet arkeologjike mi ndërlidh me gidat ndryshme arkeologjike, me itinerare ndryshme. Kosova do të krijojë më shumë rrëfime mbi këto lokalitete, ka kala gjithandej Kosovës dhe unë mendoj që kjo mundet mu ndërlidh shumë mirë, pra me një lloj turizmi kulturor dhe lokalitetet tona arkeologjike do të sigurojnë një infrastrukturë më të mirë, në mënyrë që turistëve m'ja u letu vizitën e tyre. Dhe mendoj që kujtesa mbi trashëgiminë kulturore, vedia mbi trashëgiminë kulturore ngjizet shumë herët. Dhe kur kalon një moshë dhe fëmijët tonë nuk kanë kulturë të vizitës të muze, ajo dikur është e pa kthyeshme, nuk mundna me rikuperu këtë gjendje. Nëse në kurrikulat tona shkollore dhe shkollat tona nuk e kanë obligative që kur dalin me nxënësa në terren me i vizitu parqet arkeologjike, me i vizitu muzet, atëherë mendoj që është një dëm i madh që i shkaktohet shoqënisë, sepse jemi të ja humb rinisë tonë një vedije të madhe mbi trashëgiminë kulturore. Secili qytet në Kosovë ka lokalitete arkeologjike, secila shkollë në Kosovë ka resurse dhe ka mënyra se si mundet me shku me vizitu një lokalitet apo një muze. Dhe mendoj që kjo lidhje duhet zhvillohet. Këtu kohët e fundit vrej që ka një ndryshim pozitiv. Një pjesë e madhe shkollave të Kosovës vinë dhe vizitojnë, po flas vetëm për parkun arkeologjik Ulpiana sepse e di më sakt, vinë dhe vizitojnë vazhdimisht. Mirë po në të kaluarën ka qenë një mangësi e madhe, ka pas unë e marr shpesh si shembull pak banal, tham që kur i kanë dërguar në ekskursion fëmijët tanë në shkollat fillore të mesme, i kanë qenë ngërmi ose në Vërmic, për me ja u kanë dhënë top me lujt. Dhe kjo gjendje nuk guxon të vazhdohet. Fëmijët tonë duhet me shku, me vizitu muze, me vizitu parqe arkeologjike, me vizitu kalat ndryshme anë kon Kosovës, ku edhe kalojnë një ditë në terren, mirë po në njëjtën kohë mësojnë diçka. Listën e trashëgimisë kulturore në mbrojtje të përkohshme dhe të përhershme, total ka afro 1900 monumente që i përkasin kategorisë arkeologjike, trashëgimi arkeologjike, arkitekturore, e luajtshme dhe shpirtërore. Të gjitha këto janë të shpërndara në zona të ndryshme të Kosovës, urbane dhe rurale. Ligji i trashëgimisë kulturore i definon 2 nivele të mbrojtjes. Lista e trashëgimisë në mbrojtje të përkohshme, e cila ripërtërihet për çdo vjet dhe për çdo vjet edhe shtohen monumente të tjera të cilat janë regjistruar gjatë vitit si rezultat i punës së institucioneve të trashëgimisë kulturore. Dhe ne kemi punuar nga viti 2021 në listë me një dinamik të madhe, në mënyrë që të rritet numri i monumenteve që janë në listën e trashëgimisë kulturore në mbrojtje të përhershme. Pra, nga lista e përkohshme për të kaluar në listën e përhershme, Ministria e Kulturës i propozon tek Këshilli i Kosovës për trashëgimi kulturore. Dhe aktualisht në listën e mbrojtjes së përhershme janë rreth 93, nëse s'jam gabim, asete. Ruajtja e trashëgimisë kulturore si objektiv kryesor e ka ruajtjen e identitetit dhe të kaluarës sonë për ditët e sotme, por edhe për gjeneratën e ardhshme, për brezat e ardhshëm. Po në anën tjetër vetëm ruajtja si e tillë nuk është e mjaftueshme, pra synimi është që monumentet që po restaurohen të jenë të hapura dhe të jenë të shfrytzueshme nga komuniteti dhe në një mënyrë të kemi përfitime nga potenciali shumë i pasur i kulturor që ka Kosova. Dhe disa nga projektet madhore të cilat kanë shkuar për te i restaurimit fizik të aseteve e që kanë zhvilluar edhe dimenzionin e promovimit dhe të zhvillimit të zonave, mund të përmendi rjetësimin e fshatit të qytetit të Janjevës, ku kemi investuar në restaurimin e 14 shtëpive tradicionale. Arkeologjia është një nga fushat kryesore ku Ministria e Kulturës për herë të parë ka realizuar shpronësimin e 2 lokaliteteve shumë të rëndësishme arkeologjike, të Dresnikut dhe të Ulpianës. Buxhetin gradualisht e kemi rritur. Buxheti aktual i këtij viti është 15 milion, vitin e kaluar ka qenë 12, domethënë trashëgimia kulturore është trajtuar me një prioritet në nivel të shtetëror.
dhe kjo besoj është edhe dëshmi, janë edhe investimet e shumta dhe projektet e shumta që janë realizuar dhe që janë realizime sipër, e të cilat ne i publikojmë dhe i promovojmë dita ditës.